Çmimi I karburanteve në vendin ton është më I lartë nga të gjitha vendet fqinj. Aktualisht 1 litër naftë në Shqipëri tregtohet me 219 lekë, ndërsa në vendin fqinj të Maqedonisë së Veriut shitet me 152.6 lekë. Kjo ka bërë që në doganën e Blllatës në Dibër të ketë ndyrën e qytetarëve të cilët kalojnë me atan kufirit për të furnizuar automjetet e tyre me naftë. Diferenca mes dy vendeve është shumë e lartë, pasi në Dibër të Madhe qytetarët e blejnë rreth 700 lekë më pak 1 litër naftë. Drejtuesit e mjeteve shprehin se është tur për vendin ton, pasi gjithë nafta e Maqedonisë së Veriut kalon nga Shqipëria, ndërsa shitet më shtrenjtë në vendin ton. Ata kërkojnë që shteti të reflektojë dhe të ndërhyjë pasi një pjesë e ekonomisë së Shqipërisë po I shkon vendeve fqinj vetëm nga çmimi I lartë I karburanteve. Është ka periudhë 2120 lekë nafta. Ka Maqedoni 1500 lekë. Çish më bë? Se di Rami ka fjalë gjithë. Në rrugë. Që folim për pjesën e naftës. Nafta është difícil, e njëjta gjë. Nafta vjen si ndurs, vjen nga Durrësi në Tiranë për ne. Edhe këto e morrin nga Durrësi e bin këtu. Edhe nafta është pothuajse gati 700 lekë për litër. S'bëhet ki vend më. Ky vend nuk bëhet. Nuk ka shanse mu bë ki vend. Bindje e shqiptarëve drejt Maqedonisë për naftë. Është llogaritë dogon. Ke rreth rrotullimi më shlarë sa makina e fundit. Nuk bëhet më ki vend. 5 kilometra është thjesht nga dogana ke rreth rrotullimi. Ki vend nuk bëhet më. As ka për të bën asnjëherë. Por no, 600 lekë për litër. Ku dhe shkuje më? Edhe plus sa dëm konto 3 orë. To prit në radhë. Por no, ky është shteti jonë. Gjithë shqiptarët e Shqipërisë këtë për naftë Maqedonisë sa më lirë vllai. 700 lekë më lirë. Këtë produkt aty e morim. Këtu ka një katastrofë vëlla. Kjo qeveria e Edi Ramës. Bindja madhe qarku. Ha? Komplet qarku Dibrës. Gjithë qarku Dibrës këtë Dibër të madhe. Unë ka 20 vjet atje më naftë. Çfarë do të thosh? Kjo është shtet hajdut. Vetë të marrë lekun, Shqipëria e merr Maqedonia për naftën. Këta punizon me një vend. Pse e bën Edi Rama këtë punë? Po shqiptarët në fundos komplet shqiptar për gjinat që zoti s'kam bukë më ngrënë. Folëm me këtë. Çkem ta blem në naftën në Maqedoni. Folëm për naftë aga maçi. Ta blem në Shqipëri. Ja kush është Edi Rama. Ja ku është shteti jonë. Hajde ndar, këtu shive sa është bërë rreshtim mbrapa me makina. Ka fluksmat çdo ditë. Çdo ditë. Sa marr pra parnat çdo ka marr, por 11 natë kam shumë shtëpi. Të kisha fluksmat. Sa më bë? Vetëm për naftë vim nga vetëm për naftë vim nga ndër vim këtu. Se skrimi nuk kemi inventar për kërkuni. S'ka kanë vin lekë, çka ka punë ne që të marrim naftë. Vetë ta marrim venton, ikim me marr Maqedoni. Është krim I madh. Krim shumë I madh është për krimin islim ton. Një dimi e 500 lekë naftë. Sa bë vaki. E njëjta situatë ka qenë edhe më parë në doganën e Bllatës, për shkak se edhe kur nuk ishte rritur çmimi I naftës nga lufta SBA-Iran, në shtetin fqinj të Maqedonisë së Veriut shitej shumë më lirë se në Shqipëri.